Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Nuk do ta besoni, jasa fëmijë ka Hoxha Ahmet Kalaja. Hoxha Ahmet Kalaja është padyshim një nga figurat fetare më të njohura dhe më të komentuara në hapësirën shqiptare, por këtë herë ai ka ardhur ndryshe, larg ligjëratave tradicionale dhe përballë sfidës së specave djegës. I ftuar në një emision, imami i njohur i Tiranës ka zbuluar detaje nga jeta e tij personale që shumë pak i dinë, duke lënë ndjekësit të habitur me dinamikën e tij familjare. A e dini se sa fëmijë ka Hoxha Ahmet Kalaja? Kjo ishte pyetja që mori një përgjigje epike gjatë emisionit. Mes humorit dhe sfidës së ngrënit, Hoxha zbuloi se është baba i 10 fëmijëve. Përveç rrëfimit personal, ajo që ra në sy ishte rezistenca e tij ndaj sfidës së ushqimeve pikante, ku u shfaq i pathyeshëm, duke ruajtur humorin dhe energjinë përgjatë intervistës. Pjesëmarrja e tij në një format të tillë modern nuk është e rastësishme. Ahmet Kalaja është ndëruar në një fenomen të vërtet në rrjetet sociale. Me qindra mijëra ndjekës në Facebook, TikTok dhe YouTube, ai ka arritur të thyejë barierat strikte të komunikimit fetar, duke u bërë viral me mënyrën e tij të drejtpërdrejtë, batutat dhe qasje ndaj problemeve të përditshme të rinjve. Podcasti konfirmon edhe një herë se Hoxha Ahmet Kalaja di si të flas gjuhën e çdo audience, qoftë nga mbiemri i xhamisë, ashtu edhe nga studiot e emisioneve.